Çimkat që përgjojnë çdo qytetar, Autoriteti i Sigurisë Kibernetike sqaron se çfarë janë pajisjet DPI. Të dhënat e tyre janë të sigurta, kështu shprehet drejtori i përgjithshëm i Autoritetit Kombëtar të Sigurisë Kibernetike Igli Tapa. Përkundrazi, sipas tij, DPI luajnë një tjetër funksion, atë të mbrojtjes. Këtu më lejoni të sqaroj dhe të qetësoj të gjithë qytetarët se në radhë të parë 100% e trafikut të internetit është inkriptuar. Kështu që protokollet e inkriptuara e bëjnë të pamundur shikimin e informacionit sensitiv që është kush komunikon me kë dhe çfarë kanë mesazhet e me radhë. Igli Tafa, drejtori i përgjithshëm i AKSK. Në vendin tonë janë instaluar 7 pajisje DPI në kompanitë celulare dhe ato që ofrojnë shërbimin e internetit për të bërë të mundur bllokimin e platformës TikTok, por përveç kësaj, DPI është një pajisje që gjithashtu rrit sigurinë kibernetike të vendit, pasi funksioni tjetër i saj është për të mbrojtur nga sulmet masive të hakerave. Teknologjia DPI është teknologji shumë e avancuar që bën të mundur identifikimin dhe bllokimin e signatur ku ne aktualisht po bëjmë bllokimin e TikTok. Kjo i përket fazës së dytë të bllokimit, për shkak se faza e parë ishte në nivel domenësh. IL, SLI. Të gjitha janë content provider që i përkasin bllokimit të TikTok. Aktualisht shikohet identifikimi i paketave që aksesojnë TikTok dhe bëjnë më pas bllokimin. Ka thënë Adrian Olleshi, drejtori i analizës së sigurisë kibernetike ASKS. Por këto pajisje nuk do të qëndrojnë përgjithmonë në gjendje pune. Bllokimi në nivel DPI do të bëhet maksimumi në një vit derisa të arrijë në një marrëveshje me TikTokun që të vendos filtrat e duhur që ndalojnë bullizimin kibernetik, ka thënë Leshi. Vjedhja të dhënave nga telefonat dhe kompjuterat është bërë një problem gjithmonë më i madh në botën digjitale, pasi hakerat posedojnë informacione personale duke shfrytëzuar dobësitë e sigurisë digjitale.